Banor. Kjo nuk është hera e parë, dhe për mua kjo është pikërisht ajo që e bën situatën më serioze. Sonte nuk po ju flas për një lojë, por për një përshkallëzim të papranueshëm të sjelljes. Alba dhe Shkurta, ju keni nisur këtë situatë duke lagur banorët me ujë dhe duke i ngacmuar me veprime të qëllimshme. Ky nuk ishte humor, ishte provokim. Benita, ti ke reaguar duke kthyer të njëjtin veprim, duke derdhur pije të gazuara dhe ujë, por reagimi nuk e shlyen shkeljen e Albës dhe Shkurtës, e thellon atë. Dolçe, hedhja e shishës në drejtim të Albës dhe Benitës është një veprim i rrezikshëm. Objektet nuk hidhen asnjëherë. Labi, sjellja jote ndaj labinotit, gjuha që ke përdorur dhe mënyra ofenduese e adresimit janë shkelje të drejtpërdrejta të rregullorës. Provokimi verbal, ironia dhe ulja e tjetrit nuk janë pjesë e kësaj loje. Banor, unë nuk po gjykoj vetëm këto incidente, po gjykoj një model sjelljeje që po përsëritet. Për këtë arsye, kam marrë një vendim të prerë. Labi, Alba, Shkurta, Dolçe, Benita, ju do të shkoni sonte në televotim dhe njeri prej jush do të largohet sot nga shtëpia me vendim të publikut. Rregullat vlen për të gjithë, dhe sonte publiku vendos. Komunikimi i Zartit të Zi për këtë mbrëmje nuk mbaron këtu.